Sot do të flasim për një zhvillim shqetësues dhe të papranueshëm për jetën kulturore të gjithë shqiptarëve si në Gostivar, po ashtu në gjithë vendin. Festivali ndërkombëtar i teatrove Othello, një ngjarje që për 9 vite me radhë ka sjellë mbi 60 trupa teatrore nga vende të ndryshme dhe ka mbledhur mbi 25.000 spektatorë këtë vit, nuk ka fituar asnjë mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës. Vendimi vjen pikërisht në prag të edicionit jubilar, pra 10 vjetorit të festivalit, duke ngritur shumë pikpyetje mbi kriteret, transparencën dhe arsyet reale të mospërkrahjes. Për të folur konkretisht rreth kësaj situate, kemi këtu edhe Beratin, i cili do na flet më detajisht. Berat, mirë se erdhe dhe faleminderit që je këtu me ne. Faleminderit edhe juve për ftesën. Nuk merdhi mirë kjo që the shqetësuar, sepse nuk do të jetë shqetësuar se realisht. Fatkeqësisht është. Sot është dashur ne të jemi këtu. Nesër ta festojmë ndoshta apo të flasim për flasim për programin, çka do bëjmë të vit, se do të thonë edicioni i kaluar kur kemi qenë këtu, mysafir kemi folur për gjëra më të mëdha. Fiks. Thonë tash është dashur të jetë emisioni, do të thonë edicioni 10 jubilar dhe ne është dashur të flasim për gjëra shumë më të bukura, shumë më të mira. Por megjithatë kjo ndodh për fatkeq dhe unë dua të shpreh një falënderim për të gjithë ata që na kanë mbështetur. Patjetër. Qoftë kolegat, qoftë ju mediumet, gjithë ata që na kanë shkruar, na kanë thirrur privatisht, domethënë kjo është një punë goxha e madhe. Po. Për ne si komunitet artistik. Që tregon se arritjet e juaja kanë prekur në zemrat tona. Dhe normalisht neve duam që gjëra të tilla gjithmonë të shohim. Hiç më larg se vitin e kaluar ne diskutuam edhe çfarë planifikohet për 10 vjetorin apo vitin jubilar, sepse është si një fëmijë që e kemi rritur tani 10 vite me radhë. Dhe për një moment, po kjo është vërtet një ndjesie shumë e keqe, domethënë ne akoma nuk dom ta besojmë këtë. Kushtimisht do të them kështu për shkak se nuk kemi diçka konfirmimi zyrtar, edhe pse Ministria e shpalli konkludon me ligjërisht ne kemi hapësirë edhe në afat prej 15 ditësh të bëjmë ankesat tona normalisht, por megjithatë do vazhdojmë të ndjekim procedurat ligjore që janë. Sërish do e them se nuk dua ta besojmë se mund të ndodhë një gjë e tillë, edhe pse në shtetin tonë për fat keq ndodhin gjëra të tilla. Tash çfarë është më tuqe? Çfarë është propavia e gjithë kësaj? Çfarë është puna e gjithë kësaj? Është e qëllimshme apo është ndonjë gabim apo çka? A ka ndonjë arsye faktike? Për atë thashë, domethënë konfirmim zyrtar deri tash nuk kemi, vetëm se është, domethënë nuk është në atë shpallje që shpall Ministria e Konkursit dhe programeve vjetore, domethënë nuk jemi. Ju keni bërë një anketë? Po, ne kemi bërë një anketë, kemi kontaktuar edhe me kabinetin ministerial, kemi shprehur në gatishmëri që bashkëpunojmë, nëse është nevojë për të bashkëpunuar diçka, të flasim më detajisht për se ndodhi kjo. Dhe si mund të ndodhe realisht, si mund të ndodhe, atë që thatë ju, më thonë rrit një fëmijë 10 vjeç, nuk e ke. Më thonë është një gjë vërtet traumatizuese. Po tash do presim. Edhe pas gjithë bujës që e bëm dhe gjithë informacioneve që u dhanë nëpër media, ju ende nuk keni marrë ndonjë përgjigje nga askush nga ministria? Po, konfirmimin që ta ende nuk kemi, ju siç e pani kishim edhe një presë para Ministrisë së Kulturës. Megjithatë ne do mundohemi të bëjmë punën tonë, atë që siç e thashë do të bëjmë edhe një anketë në fakt për 15 ditë nga dita që shpallen rezultatet. Tash e gjithë kjo shpresoj të mbetet një përvojë e hidhur për ne. Po mos ndodh kjo që është duke ndodhur për momentin, ne do mundohemi që mos të bëjmë që të vazhdoj edicioni jubilar i festivalit Othello. Po tash ne do mundohemi atë të bëjmë çmos ta anulohet. Nuk duam, sërish do të them, nuk do ta besoj këtë se mund të ndodhë diçka e tillë. Megjithatë për fat keq jetojmë në një shtet ku gjithçka është e mundshme. Duke parë kaosi që ndodh, më thonë kjo është edhe një prej kaoseve që ndodh në shtet. Një plus. Po ne tash nuk duam të ke punët e të tjerëve, neve na tangon problemi ynë dhe mendojmë se do gjejmë një gjuhë të përbashkët. Jemi vazhdimisht në kontakte me mediume, me gazetarë, me kolegë, me artistë, me njerëz që na kanë urruar për të 9 vite që kemi punuar, që kemi bashkëpunuar, jo pak emra kanë qenë, domethënë. E vërtetë. Jo pak trupa, jo pak personalitete nga kultura, nga teatri, sidomos. Është një tronditje kulturore, ta themi, për gjithë vendet. Po, më thonë nuk e di nëse keni vërejt, më thonë portalin e festivalit ka pas ankesët, më thonë edhe nga shtetet pjesëmarrëse, më thonë, se realisht dikush vërtet nuk mund ta beson si mund të ndodhë një gjë e tillë. Kishim bërë dhe një gabim edicioni kaluar se kemi mbaj apo kemi bërë ndonjë lëshim.
do kesh një arsye. Mundet të thot pa. Edicionin e kaluar, ne kemi pas në program ministria, me thonë pasi që bëri një farë ndryshimi në projekte, ku si që dim, me thonë, festivali Othello ka qenë në kategorinë e parë të festivaleve në shtetë. Ne kemi qenë diçka brand, do e them, për Maqedoninë. Jo për festivalin, kemi qenë një farë brandi, ku vërtet kemi pas lëvdata për punën që e bëjmë, për marketingin që e bëjmë, për programin që e bëjmë. Më thonë, programe trupa që kemi sjell duke filluar prej Turqisë, Greqisë, Bullarisë, Serbi, Kosovë, Shqipëri, deri në Bosnjë. Më thonë, kanë qenë teatro kombëtare, teatro nacionale, teatro shtetërore, dhe gjithë kjo për një moment të zbehet dhe të shuhet vërtet diçka e madhe. Është diçka tronditse atë që e tha qiu. Megjithatë, vitin e kaluar ministria, nëse mund ta shoh, e kam këtu në telefon me Saidit, më thonë bëri një farë ndryshimi që kur thot populli neve na dogjë diçka. Thonë bëri një farë. Sigurisht kishit një paralajmërim të vogël. Shpallin një farë konkursi, më thonë mund të konkurrojnë trupa apo shoqata që kanë përvojë mbi 35 vjeçare. Edhe ne tash 35 vjeçare, më thonë kjo është diçka e qëllimshme. Ose sikur një kriter që e dihet se nuk mund të plotësohet. Realisht këtë vit kjo është 35 vjet, më thonë edicioni i kaluar ka qenë 40, po ne u ankohëm. Edhe në emisionin tonë ne kemi thënë më thonë kjo nuk është normale, nuk kemi çfarë vite shtet. E lejem atë kemi pas trupa. Megjithatë trupa kemi, trupa shtetërore institucionet i kanë bërë të gjëra, më thonë kanë ekzistuar që në kohën e Jugosllavisë dhe kanë vazhduar. Megjithatë ne si shoqata, këtë që e shpall si konkurs ministria, derisa ti kërkon diçka të bëhet. Për shembull, kjo që të 3 edicionet e kaluara. Thonë, nëse ne kemi bërë 9 edicionet e kaluara dhe ti në ndërkohë na ndërpresish, atë që desha të them më parë, më thonë, në vitin e kaluar kemi pas mbështetje për 5 shfaqje. Megjithatë, ne për shkak se vazhdimisht kemi mbajtur nga 6 shfaqje, atë që e bëri ministria ne nuk e praktikojmë, me bën +1. Thonë, nuk e zvagluam, por e vazhduam trendin tonë. Dhe tash ti për të thonë për atë që e bëjmë më shumë, nëse e qunë si gabim, më thonë, unë mos bëj diçka, e leje më të bëj diçka. Megjithatë, kjo nuk është marrë parasysh me sa duket, më thonë, do ta potencoj edhe një herë. Nga 5 shfaqje, ne bëjmë 6 shfaqje, po, gjithçka, më thonë me dokumentacione, nëse mund të shohim edhe kamerat, kemi çdo gati se çdo edicion, programe, 2025, po. Edicioni i fundit, dhe ne kemi bërë çmos që kjo të vazhdoj, kjo është edicioni i 8. Thonë, këto janë të gjitha raporte, si me mediume, si në portale, si në për materiale të ndryshme elektronike që dorëzojmë në ministri. Edhe tash kjo të ndaljet për një rendi, vërtet është e çuditshme. A rrezikohet, keni kontaktuar veç se më për vitin, këtë vit, për vitin jubilar, trupat ju keni qenë në kontakt, sigurisht? Po, ne vazhdimisht, më thonë, gjitha edicionet presim të shpallin në rezultatet, për shkak se Ministria e Kulturës është financuesi kryesor. Edhe pa mos pas një rezultat, nuk mund bëjmë hapat më të tjerë. Sigurisht një plan e keni pasur. Po, ne sot, për atë unë do të vim sot në emision me ju, të kontaktojmë çfarë do bëjmë këtë vit. Nga 4 shmime që kemi pas drejt tash, të rritim në 5 apo 6, apo të jep një surprizë ta bëjmë, shmimi jubilar, ta shënojmë disi. 10 vjetorit. Tash ndodhi befasia kundërt. Pasi që festivali Othello është festival ndërkombëtar dhe normalisht ka pasur trupa, siç e përmendëm, nga të gjitha vendet. A mendoni se një vendim i tillë apo një rast i tillë do e dëmton edhe imazhin e komplet shtetit në aspekt kulturor? Besoj se po. Besoj se po, se atë thash, ka pas reagime nga artistë të ndryshëm. Thonë duke pas medalja shtetit, me thonë teatri Othello ka marrë pjesë Teatri Popullor Maqedon, Teatri i Dramës Maqedoni, Teatri i Manastirit, me thonë, edhe Teatri Shqiptar, me thonë janë do teatra që janë brand për shtetin. Dhe tash ti kur e bën një krahasim, me thonë, të marrë pjesë Teatri Popullor Maqedon, Teatri Shqiptar, Teatri i Dramës, Teatri i Manastirit, çka ndodh atë, pse? Këshim bë me teatro provincionale, apo me teatro amatere, diçka me këto grupa që... Okej, po. Nuk e meritoni, deri këtu bolle keni kamë. Tash ne kemi bërë çmos. Thonë ka çmime kanë marrë regjisor dhe aktor nga më të ndryshmit dhe nga më të njohurit në shtet dhe jashtë shtetit. Jashtë vendet, po. Tash vërtet është një arsye dhe një pikpyetje shumë e madhe, arsyeja pse? Pse mund të ndodhë një gjë e tillë? A është e qëllimshme? Apo është, kemi edhe një rrëshaqësim. A ekziston mundësia të kërkohet një takim me ministrin? Po ne kemi insistuar një takim me ministrin, po. Kemi kontaktuar edhe me disa mediume tjera, me thonë një farë investigimit, bëhet më detajisht. Po, shumë është e vërtetë.
të gjithë e meritojnë një përgjigje. Akoma nuk kemi një përgjigje, ndoshta ato do drejtohen zyrtarisht, apo megjithatë nuk është ajo që duhet të jetë. Po se mund të më si një si kur më ndal policia nëse ta ka fut një dënim, e ka dalë menden, të jap një dënim, do gjej diçka. Diçka nuk ke. Edhe kjo, do të thonë mund të arsyetohet me arsyetime të lloj të ndryshëm. Ministria mirë po nuk është ajo që duhet të jetë. Nëse ne kemi dëshmuar me punë. Nëse futeni në portalin e festivalit të thellë, do të thonë keni materiale sa të duash. Edhe nuk mund të krahasohemi me festivalet tjera, tash jo se duhet ta lavorojmë punën tonë, po janë gjëra që shifen dhe gjëra që mbeten në arkiv për fat mirë në këto gjëra i kemi. Me vetë faktin që me shumë shtete të huaja bashkëpunoni dhe keni pasur trupa nga shumë shtete të huaja teatro prestigjioze, flasim, ajo flet për punën, për kushtimin. Po kena bënë të krenar neve, do të thonë ne mund të mburim me këtë se kemi bërë diçka punë të madhe. Edhe nëse vendos ministria për çështje inati, për çështje politike të theme, po për diçka që mund arsyet për atë. Shumë personale. Arsyet mund të jenë të ndryshme. Megjithatë ne kemi bërë punën tonë, ne kemi dëshmuar se bëjmë gjëra kvalitet. Nuk bëjmë gjëra vetëm sa për përsi e faqe. Ne kemi dëshmuar me punë, ku i kemi edhe programe që mund të arsyetohemi dhe mund të ballafaqohemi me cilën do që mund të thosë se diçka nuk bën. Faktet i keni, po. Faktet i kemi. Materiale kemi gjithçka. A ka kaluar ndonjë projekt tjetër i cili mendoni se ka zavendësuar festivalin? Jo, për fat keq jo. Jo, e kam marrë me qëllim edhe programën. Po, të lutem. Se që mos të flasim pa... Po, pa fakte. E vërtet. Më fani fakte. Jo, të lutem. Për vonesën, po e kam bërë me qëllim, pastaj sinjale diçka për posas. Tash volemi vetëm te festivalet. Do të thonë në krahasim me festivalet që ndodhin, tash ne vim për Gostivarit dhe flasim për anën e Pollogut, do të thonë në anën e Pollogut, ku përfshihet Tetoval dhe Gostivari, nuk kemi asnjë festival. Ka qenë edhe festivali i teatrit të Tetovës. Është institucion shtetëror, në të njëmi punësuar ndale dhe vjen mirë që ndodhet një gjë e tillë. Mirë, në Tetovë dhe Gostivar nuk kemi. Pastaj nuk kemi në Kërçov, me sa e di kanë qenë festivali i Kërçovës. Ka qenë tani që u mbajti. Nuk është. Do të thonë nuk është. Edhe nëse e marrim, ai ishte viti i 4. Po, do të thonë ke festivalit kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 festivale të ndryshme në gjithë shtetin, janë vetëm këto. Thonë këtu bëhet fjalë për manifestaci i festivalit Dramska Denos. Nuk him te folklori, do thonë vetëm për çështjen e sektorin e dramës. Dhe këtu nuk jemi as ne si Gostivar me produksion privat mirë, edhe Tetova, edhe Kërçova, nëse marrim edhe Kërçova. Ishte e di festivali 4 vjetore si vjet. Tash Dibrën e kemi, Dibra është gati se 25 apo 26 edicion. Thon Dibra është. Dibra është. Megjithatë ajo që thash më herët se nëse a janë prekur më shumë nuk janë prekur, nëse bazohemi te kjo, do të thonë nëse ti kërkon diçka të kesh më shumë se 15 edicione dhe të mbështet ministria me 3 milion, që nuk është festivali i Dibrës. Nuk është? Jo, me 3 milion që nuk është. Nuk është me 3 milion? Nuk është me 3 milion, 1.800.000, nuk e di se është. Tash mos i bëjmë kalkulimet e dikujt tjetër, megjithatë mund dim se festivali i Dibrës ka qenë një brand. Edhe ai po ashtu ka qenë edhe 25 vite. Që nuk do të një gjë e tillë. Shkupi Festi është mirë, ku ka qenë, okej. Pastaj është ke festivali për të rinj që është MKC Shkup. Ka Çernodrinski, do të thonë festivali më të hershëm, okej, jam këtë dakord. Frazës jemi të gjithë, jemi këtë bashkërisht. Mirë, po nëse flasim për këtë që ndodh në Gostivar, dhe thotë pse nuk kemi festivale. A na bëhet e qëllimshme apo çka është puna? Janë prekur më shumë festivale shqiptare këtë. Nuk do ta theksoj si çështje etnike. Nuk do të besoj ashtu. Për shkak se festivali jon ka qenë ndërkombëtar. Po nuk ka të bëjë me çështjen etnike. Megjithatë, nëse ti më shef mua si Berat apo si Gjana, a mendoni se kjo është problem i barazisë institut? Se unë kur më thon kur partitem si Berat Saliu. Edhe kjo një pikë pyetje e madhe, pse ma ndal festivali? Pse s'ndal një festival tjetër? Për shembull, kishim disa a ka festivale të reja të cilat këtë vit kanë kaluar që nuk kanë ekzistuar më herët? Jo, të reja nuk ka, po tash ka do që kanë, domethënë kanë vite më pak se ne. Më pak se ju. Por pse nuk do të hinë atë detaje, po bëj punën të tjerëve, megjithatë unë nuk jam për të. Ne jemi vetë aktor, vetë kemi qejf prezantohemi në çdo festival, dhe sa më shumë festivale që ka aq më e mirë është për ne aktorët, domethënë jemi aktiv, angazhohemi, japim shfaqje në festivale, në qytete të ndryshme. Kjo më pengon seriozisht, pse mos ketë edhe 5-6 të tjerë, po shkurtohen festivalet.
Që përsa ta shpall konkurs. Kryesisht momentalisht është Tetova Gostivare. Ministri dul apo kryeministri e kemi rrit buxhetin. Ku janë? Ke rrit buxhet, po ke paksu program. Se ke paksu programin, se ke rrit buxhetin. Tash aty ndoshta ka dhe festivalet të zhanreve të ndryshme, që është folklori apo muzika diçka tjetër. Megjithatë drama është plus nëse kur jemi te dramat sektori i dramës në Gostivare nuk ka asnjë shfaqje. Se kemi konkuruar edhe me shfaqje private. Okej. Po në sektorin e dramës Gostivare nuk ekziston fare. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Shumë mirë e the, pse ndodh kjo? Tash, më thonë, e prap lind dyshimi, më thonë, këtu janë disa gjëra të bërë me qëllim. Ose ka përpavje politike, ose ka inat, ose ka xhelozi. Gjithatë ne jemi. Viteve të kaluara asnjëherë nuk keni pas problem, nuk keni pas kështu. Jo, s'kemi pas problem, kemi pas vërtetë. Edicionin e kaluar, domethënë kemi pas zbritje 50% buxhetit. Okej. Atë që thash pa, më thonë edhe. A mund të jetë kjo si një sinjal? Para përgatitje, domethënë ka qenë para përgatitje, por atë kur thash parë na dogjë diçka pse ndodh kjo. Me këtë programin që e bën. Bët ankesë vitin e kaluar pse? Jo, nuk bëm ankesë, nuk e ku e kap. Sa i thotë nëse ke mbi 10 edicione ke kaç. Okej. E kupton, më thonë se kanë 10 edicione ke kaç. Kanë ndruar rregullat që ta ndrojnë formatin e. Më thonë me lojën që ta. E kuptoj. Kanë bërë lojë me lojën ashtu që e bën. Më thonë janë gjëra të qëllimshme. Nëse tash kthehemi në retro i bëjmë kësaj, e gjithë kësaj, më thonë të janë gjëra të qëllimshme. Megjithatë, ne jemi aty për të plotësuar kushtet. Nuk kemi as edicione ditë, as i tretë, as i katërt. Më thonë ne kushtet e plotësojmë, sidomos tash që kemi edicionin jubilar, kemi edicionin e 10. Jeni kujdesur që çdo detaj të jetë i perfeksionuar. Po, pse? Prap lind dyshimi pse? Thonë, është e qëllimshme, është politike, apo është etnike, apo çka është. Edhe pse nuk do ta them se është etnike, se është festival ndërkombëtar, megjithatë nëse më shef Musi Berata, po e shef atë drejtori i festivalit si Argjent Hasani, ata lindin ndryshimet pse? Po, pse mund të ndodhë? Kështu, mendoni se nëse jeni optimist, se do merrni një përgjigje pozitive, është bukur, po a keni menduar nëse edhe një herë merrni një përgjigje në ankesën, një përgjigje negative? Gjithmonë duhet të mendojmë edhe. Kemi përvoja të hidhura me ankesat, do të thonë duke u kthyer sërish do të thonë në vitet e kaluara, ne ka 20 vite, prej 2004 merremi me organizim me shfaqje si produksione private. Thonë zakonisht kur kemi bërë ankesat, informimi na ka një kanë ardhur vitin e ardhshëm. Kur gjithçka ka mbaruar. Në janar përgjigje apo të vjen pas 3-4 muajve kur ti ka. Thonë nëse ne kemi përgjigje do të kemi brenda këtij afati kohë, për shkak se duhet të fillojmë me përgatitjet. Tash ato mund ta vënë qëllimisht që ti mos mund të mrish në kohë, do të thonë ja, unë e bëra për ti se bëre. Po janë loja të frikshta që për fat keq ne disa herë i bëjmë të debate me shok, me miq, sidomos me artist, thonë ti mund ta përgatitësh një gjë që nesër nuk di çfarë mund të ndodhë. Po janë gjëra që vërtet të hasin pengesa që janë të paimagjinueshme. Thonë atë që thamë që mos bëhemi monoton. Një që punë e fëmijë shumë mirë nise. Unë mendoj ashtu është një dashuri e pashterur, do të është një dashuri, ne kemi dhënë mund. Edicionet e para kena bërë me vetanake, me mjetët tona. Me çdo kush që vetëm haj se filloi të bëhet, se vërtet kemi pas. I kishim kontakte që nga viti 2017 të ftesave të, kështu që e di dashurinë, pasionin edhe përkushtimin. Dua të pyes nëse se nuk ju vjen përgjigja dhe gjithçka shkon më tërë se që mund të imagjinoj. Ekziston mundësia që dashamirët e artit të jenë ata të cilët do ngrihen në këmbë që ta festojnë 10 vjetorin. Po ne kena menduar në këtë variant. Do thonë tash, do thonë prej kur kanë dalë rezultatet, prej të diellës se kanë ndërë, do thonë mundojmë gjithë. E mendojmë edhe pjesën tjetër. E mundshme. Mund të ndodhë për shembull të sjellim të gjithë trupat, tu tregojmë hallin që kemi, shumica e din. Po. Se tash kanë reaguar shumica e kolegëve, aktorëve nga rajoni, por edhe vendi, se ja si kemi, a do vini me harxhimet e juaja vetëm shënot edicioni 10 apo si t'ja bëjmë hallin. Ne do mundohena që të mos ndërpritet, ne do bëjmë çmos. Të tregojmë se mundem. Po, duke marrë parasysh mund të kërkojmë edhe mjete financiare nga për shembull komuna, institucione të ndryshme se, po tash a kanë ndihmuar? Si plan B, po, si plan B duhet kemi komunën, pashtu kemi komunat mëdha. Duke marrë parasysh atë që thash se më thon komuna e Gostivare nuk ka asnjë projekt për sektorin e dramës. Kjo është e çuditshme, nuk di këta çka i bëjnë këto sende që merren me politika të mëdha, si përfaqësues lokal që i kemi. A merren me këto gjëra apo merren vetëm
Mos him detajet Në tjera. rregull, po. pastaj- Berat Argjendi isha du të ketë të thënë, Argjendi po na përmend sigurisht. Po, Berat sigurisht. të dua të të pyes deri kur është maksimumi që ja keni leju vetes ta prisni kundër përgjigjen e ankesës dhe kur do filloni të merrni masa tjera drejt festivalit. Realisht, do të thonë duke u bazuar nga kjo, do të thonë se edhe për institucionet dalin rezultatet tash, do të thonë vetëm se nuk dalin publike. Vitën e kaluar edhe këtë vit nuk dalin publike. Pse mendon se nuk dalin publik? Janë loja. Okej. Do të them janë lojet pista. Dhe vërtet janë, më thonë, nuk di pse është bërë kjo politik. Deri atëherë ka qenë gjithçka ka qenë publike dhe transparente. Diçka publike, e kam ditë sa ka marrë teatri festivalit, e kam ditë sa ka marrë teatri Shkupit, sa ka marrë Sa keni marrë ju ata, të gjithë e kemi ditë. Do kanë gjëra publike. Tash pse ndodh kjo? Për atë ka shumë arsye për dyshime, do thonë janë loja nuk di kush i bën. Thonë dikush mundohet bëj dëm, bëj kaos. Po nuk mundohet ti fus gjëra në binar, po mundohen bëjnë gjëra vetëm e vetëm të komplikohen. Vetëm e vetëm ngjallin stres. Fiks. Përse? E tash ne mundohemi, këta që pyetet ju, se nëse tash i marrin rezultatet, më thonë, sa do kemë buxhet, me siguri me fillimin e muajit, marsit të tash ka mesi i shkurtit, do të fillojmë me shfaqje të reja, zakonisht, dhe këtë e bëjmë edhe ne, nëse premierat planifikohen që jenë ka fundi i marsit apo prillit, pastaj ne zgjedhim shfaqje, që do të thonë maksimumin do ta kemi deri fund të marsit një përgjigje, ose mesi i marsit. Se pastaj këtë është vonë, pastaj fillojnë pushimet verore, shumica e teatrave gjatë verës nuk funksionon, do të presim shtatorin, tetari, s'di çka ndodh se vjen viti i ri. E të mira sot kemi një përgjigje spaku deri në fillim ose mesi i marsit. Berat, unë uroj, shpresoj që përgjigja tjetë pozitive. Dhe unë uroj. Përsëri të vish në studio dhe të flasim cilat trupa janë të përzgjedhura, se me cilën mbrëmje, çfarë shfaqje do jepet, do garrohet, ta kremtojmë ashtu siç dihet një 10 vjetor, një dekad, një jubile dhe pastaj përgatitemi për 20-30 vjetorin. Se deri në 10 vite është 1, 2, 3, 4, pastaj shkon 10, 15, 20, më është pak më ndryshe. Se e shakaja që është 10 vitet e para, thonë është fakulteti e rënd. Pastaj shumë letë është, pastaj e krynish pa problem. Edhe kjo është një lloj shkolle në vetë. Edhe kjo, edhe ne të kremtojmë, të shënojmë gjëra të bukura, gjëra të cilat do i mbajmë mend, dhe kjo vetëm le të jetë një gjë shumë momentale, një fazë një ndërkeqje, le të themi. Një ndërkeqje që të themi, u zgjuam nga gjumi, asgjë s'kishte qenë. Shumë e vërtet, shumë faleminderit për të mbështetjen që na vë. Mendojmë edhe ne të jetë kjo që thoni ju. Shpresojmë.